Jam prej provincë male, sa shkam një mikale, zihem për faj pare, gati vras njeri për pare. Më zuri policia, më vjen pas ushtria, s'më do as mafia, më kapjoj muria. Më zuri policia. Respekte shqiptare, hec shefo! Përshëndes të gjithë gangsterët që më frikan se musikat ngërci se sa policia. Përshëndes një shokun tim super kriminal që më shumë frik ka grun se policin dhe mos haroni o popull. Hallin ose qojen spak, O si dhe keneta zgjidhim tak pak. Respekte shef Dori. respekte. Ta lumsha. Doro! Qa ka shumë, ne problem? Qa ke? Ulu, qetso. Pa. Tirana, Pa. kjo Tirana janë. Ka që ta marrësh vesh ti, një gjë që nuk e gjen në asë një vend të Europës. Nuk e gjen në asë një vend të Afrikës, nuk e gjen në asë një vend të Amerikës, nuk e gjen në asë një vend të botës. E ka pa. Korrupsioni. Jo, mërgjën. Jo? Jo. Aty jemi të dytët, por do dalim edhe të parët. Ndërsa, për semaforët që janë me 2 sense, ne jemi të parët në botë. Pra, Si me 2 sense, se nuk kuptoj. kalon makina kur ndizet jeshilja, Pa. kalon edhe robi kur ndizet jeshilja. Edhe bum! E ke parasysh Ka veti. parasysh mirë në atë punë. Ja, shikojni vetë se çfarë piciri heq populli Tiranës për ditë. A vash për burra me shile? Kemi vënë re që kryqëzimet kryesore të Tiranës janë të pajisura sigurisht me semafor, por a janë të plotësuara me to? Në disa kryqëzime është e nevojshme që semafori mos të jetë vetëm ai që shohim, pra portokalli, jeshil apo i kuq, po të ketë një semafor shtesë që tregon një këmbësor i cili pulson. Kjo është në ato raste kur hapet semafori jeshil edhe për automjetet, hapet edhe për këmbësorët dhe automjetet lajmërojnë që ju keni të drejtë të vijoni drejtimin tuaj, por duke pasur kujdes, pasi përpara mund të keni edhe kalimtar. A funksionojnë semaforë të tillë të plotësuar në gjithë Tiranën? Nuk e di. Do t'i shohim bashkarisht për të parë nëse janë apo jo. Ky është një nga rastet ku është respektuar semafori, megjithëse hapet semafori për automjetet dhe është hapur dhe semafori për këmbësorët. Shohim që kemi një tjetër sinjalistik ku bëhet fjalë për kalimtarin portokalli që tregon që mund të kthehesh, mund të vijosh drejtimin, ke të drejtën, por kujdes, sepse nëse dalin kalimtarët, duhet t'i japësh përparësi. Këtu jemi në një nga kryqëzimet kryesore të Tiranës, bëhet fjalë për rrugën që quhet rruga mbrapa Tajvanit dhe që kryqëzohet me bulevardin kryesor dhe e shohim që as këtu sinjalistika nuk punon. Këtu ndodhen në semaforin tjetër të urës së bllokut, e cila në momentin që do të merrni majtas do të hapet dhe semafori kalimtarëve dhe e shohim që edhe në këtë semafor nuk është sinjalistika e kërkuar. Ndodhemi në kryqëzimin e 2 bulevardeve, bëhet fjalë për bulevardin Bajram Curri dhe bulevardin Dëshmorët e Kombit, dhe ndodh një njëjti fenomen, pra automjetet kthehen djathtas dhe nuk kanë asnjë lajmërim të kenë kujdes për kalimtarin. Ndodhemi në kryqëzimin e Librit Universitar ku e shohim që edhe këtu ndodh një njëjti fenomen, kemi semaforin shoqërues, por nuk ndizet, nuk punon. Ndodhemi në kryqëzimin e rrugëve Muhamet Gjollesha dhe Sandor Prosi dhe e shohim që të dyja hapen njëkohësisht, pra edhe për automjetet edhe për këmbësorët, dhe lart duhet të ishte shenja paralajmëruese për këmbësorët. Semafori ekziston, por nuk punon, nuk ndizet.
në kryqëzimin e rrugës Muhamet Gjollesha me rrugën Artan Lenja, e cila ndodhe njëta problematik ku hapet njëkohësisht semafori për automjetet, mund të kthehen dhe djathtas, dhe sapo kthehen djathtas është hapur dhe semafori për këmsorët. Semafori këtu lart meje duhet ishte me shenjën paralajmëruese për të pasur kujdes këmsorët. Por siç e shohim, nuk ekziston. Ndodhemi në kryqëzimin e Don Boskos, ku njëkohësisht është hapur semafori dhe për automjetet që ka një kthim të detyrueshëm për Majtas, dhe në rrugën Majtas është hapur semafori për këmsorët. Këtu duhet ishte një semafor që paralajmëronte automjetet për një rrezikshmëri që të kenë kujdes këmsorët. Këtu mungon. Ndodhemi në kryqëzimin e Nënkaçeve ku e shohim që është e njëjta problematik, me anë të semaforit jeshil automjetet mund vijojnë, madje mund marrin dhe Majtas, ndërkohë Majtas është hapur edhe semafori tjetër për kalimtarët. Pra këtu duhet kishte një semafor paralajmërues për t'i thënë drejtuesit të mjetit që duhet të kenë kujdes pas janë hapur të dyja semaforët. Por as këtu nuk ndodhet ky paralajmërim. Ka semafori që hapet njëkohësisht dhe semafori i automjeteve dhe në moment që duan të marrin djathtas apo Majtas është hapur dhe semafori i kalimtarëve. Përdesa ti i alternon këto dy drita, pra këtë vë një jeshile këtu dhe vë një jeshile këtu, pra të dy në të njëjtën kohë kanë të drejtën e lëvizjes, atëherë këti duhet t'i thuash, ti do të kalosh përparësi ka këmsori, pra ka detyrimin të vendosë dhe një dritë portokalli këtu me shenjën e këmsorit, me figurën e këmsorit që po kalon këmsori. Për sa i përket rregullimit të semaforëve ose sinjalizimit tyre, është enti pronar, ku ne i adresojmë të gjitha rastet e konstatimit, avarive ose sugjerimeve që kemi për sa i përket rregullueshmërisë kalimit këmsorëve. Mos duhet ta ndihmojmë me punonjës efektiv policie këto kryqëzime? Po, patjetër që vendosen punonjës policie në ato kryqëzime kryesore, por nuk mbulohen dot gjitha kryqëzimet, nuk mbulohen dot me punonjës policie. Megjithëse në qendrat e Tiranës disa prej kryqëzimet e kanë këtë sinjalistik shtesë, ne konstatuam me kamerën tonë që shumë prej kryqëzimeve, sapo largohesh paksa, vetëm paksa nga qendra e Tiranës, shumë prej kryqëzimeve nuk e kanë këtë sinjalistik. Prit kaloj shefi. O, shefi respekte, si e kaluat, mirë. Pa ecmër! Ecane, bravo! Hajde se nga të shmenët aty. E pat edhe vetë o shqiptar. Qa njerëzit që janë mërë zot? Sa ndizet jeshilja, vu njerëzit me këmbë, vu makinat me rota dhe pastaj... Dhe pastaj koka ke rota. Nise, një që duhet thënë. Nxitojmë ne, o vlla, nxitojmë si popull. Për çfarë nxitojmë? Po kemi punë mërdev. A kemi punë? Vetëm se ne ankohemi. Populli i Tiranës ankohet. Ama urgjencat dhe spitalet e Tiranës dhe mbi të gjitha doro varrezat për raste të tilla nuk ankohen kur. Jo, nuk e kanë me ngut ato. Dhe tani ç'është e vërteta, e kam eksperiencë personale. Se ju e dini të gjithë ku është, aty te ure bllokut. Po? Para një 3-4 ditësh dëgjova një bum dhe Një sekond. Si ishte ajo reagimi? e shtypi makina. Ishte Po. Ka pas tyrje kocke. Pse? Në qofë se do bote Në qofë se do ishte ky timbër, e ke të vdek. Ashtu e? Po. Kështu që pas ka qenë punë pazarar. Zot na ruaj, sistemojni o vlla, ju që merrni me semafora se po na merrnim qaf. Aman, Tani doro. keqe. Po, Dëgjoj pak. po. Ku bëhet më shumë pare këtu në Shqipëri? Tu marrë me biznes apo tu marrë me politik? Shika. Jo, vazhdo.
flasë? Jo, do flas. Jo, më thuaj, ha? Do të flas hapur fare. Mos e duan gjojnë ata. Po pra po se kam dhe këto miqtë e mi biznesmena më dhejnë. Biznesi, devi që t'jeti suksesshëm, duhet t'jetë patjetër i lidhur prak me politikën. A pse? Ose personi që merret me biznes duhet patjetër të merret me politikë, se çan do të për shembull. A të shko keq ndonjëherë në një moment për shembull biznesi? Po. Dhe ke politikën. Ashtu, a? Del në një kothere mirë aty. Në qoftë se nuk të ecën mirë me politikën, ke biznesin. Po idealja do ishte kur biznesi shoqërohet me politikën, prodhon të ardhurat të mëdhaja. Ata lumsha, pra dhe akullore, Edhe çokoladë. edhe çokoladë. Patjetër. Dalet. Qa ka thënë populli? Kam i hallo ti që ju e dini që unë hallet këtu i zgjidh shesh. Si besoj është studio, unë jo po letra, jo po këtu, ball për ball. Ore letër si se ngela vetëm me mikrofon dorë, unë du të bëj një lek. Po më po du të bëj një lek, që të keq e ka, po nuk di këtë zjedh tani kush është më fitimprurse. A është biznesi apo politika? Do pyes njerëzit, me vot, atë që do më thënë atë do bëj. Pas jam të pyet tash i drejtora e njerëz që gjithkohon thon puno, po për do bëjmë një lek, ore, do ta rregullojmë dhe veten tonë apo të shohim çfarë do thonë njerëzit. Politika, Politika i rrog merr burr. çfarë rrogë merë, por pak janë të vjedhë, mo. Do të prish shoqërinë për punë parash. Λοιπόν, yes, okej, jam izraelit. Po pra, që Jam izraelit, që të ke puro them- izraelit. Që të them të kuptova të gënjej, po nuk ka rëndësi kjo, rëndësi ka. Ç'a zgjedh për të bërë para? Ç'a më sugjeron ti mua si i ri që jam? Politikën? Jo, pritja ta mbaroj. Nuk problem politik me Shqipëria. Ore, politikën apo biznesin them unë? Problem me Grekis Turi. Ky pas ka rrjedhur fare asi? Ti vetë për të fituar para do zgjidhje politikën apo biznesin? Unë vetë do zgjidhja vetëm biznesin. Ti futemi punës. E nisi me vezët? Vezë, Ke për të parti do dalësh i fituar. Gjithë që vinë për shembull kalojnë këtu, bëjnë ujin e holl dhe bëjnë aty. Po pse se bëjnë shtëpi këta kur dalin mjesa? Po jo, po ta shi kap aty. Po ta them ty se s'du me hap me të gjithë si muhabet. Du me bo lek. Lek? Kam vendos me bo lek. Po nuk di tani ku bëj më shumë lek, merre me politik apo me biznes? Ma mirë me E shef sa e vështirë që edhe ti fillo me Prit, se ma mirë me biznes se sa me politik. Pse? Biznesit i hapësis, që politika ta ha kokë. O, ky ta këput shpirt, po ky ta e shpirti fare, jo ta këput shpirt. Se kam porosit një dy kështu kontenjer me kanatierë, thash ti shes? Shko merdi te nusjarion Velisën dhe brekët, si bëjnë 200.000 euro. Zotit rujt, faleminderit. Baku, më falë që po ta them, po që ke një qiki moral. Edhe me politikë, edhe me pak biznes. E po tash, aq ka dita, unë s'merrem dot me të dyja. Me, si, ka 1 orë, 2 orë, që me thanë. Tani me që më the ndaje 2 me 6, do më 2 orë njërën, 6 orë tjetër. Këtë merrem 2 orë, politikën apo biznesin? Biznesin. Biznesin, 2 orë biznese? 6 orë politike? Me, se me thanë, pësit në gjë Pa 6 orë politik, pa pse mund të izit gjithë hatë këti populli? Mos merren tjerët? 4 orë shumë. Ta ndem 4 me 4. 4. Po vete për tregti. Po që malli lirë, do ta marr. Po që malli shtrenjtë, do ta lë fare. Pleksit të dyja dhe Se nami mbor. as njëra nuk shko veçe? Veç jo, se ja fusi njëri tjetrit. Kështu si çuni i ri kam bon mend me bon ai lek. Ti më gjykon dash për mirë, dash për keq, unë du me bon ai lek. Po s'po ndaj ku bëhet leku, me politik apo me biznes? Me politik? Ja kam fut kotën se kam porosit i kontinjer me kanatiere. Jo. Që ti shes po? Jo. Ja kam fut kotë? Të sfido tjetëri i fut pa dogan fare. Dogana, kollaj. Do shkoj dogan? Do dali një burë për para mua, me kollare, pak një rosë. Ky është kryetari i korruptuarve. Ore, nëse do ta merrim dhe politikën si një gjë fitimprurse, në lek flasim tani. Ti ku do ishe më shumë dakord? Të ishe në një biznes të madh apo të ishe në politik? Kush është më fitimprurse? Unë mendoj që politika. Pse? Politika duket që ne duke si. Ajo shërbim popullit më burr. Po, pa tjetër. Pra ne e kanë shërbime edhe nuk i largohen, asnjëherë politikës. Jera e parë që begjo po pëlqen. Pyetja shumë interesante. Po, ta provoj unë, po më heci mu hez dhe ti pastaj. Edhe bëllë ti lek. Një dorë lan tjetrën, të dyja lajnë ftyrën. Unë s'po kap do ti dorë, kap 2. Nga ta nis. Dorë lajnë tjetrën, të dyja lajnë fytyrën. Bravo. Biznesi është politik, politika është biznes. Zafiri do të filloj tregti të madhe. Me politik bën e lek se jo po shkon këtu, e ku ti gjon rroga po sa janë 3-4 mijë euro.
Jo, biznesi ka atë të vetën tash, se s'do merremi gjithkohë me... Se ti tani politika, biznes... Se di më nuk po e ndaj dot, më njerëzit ma thanë. Merë, i qik shu, i qik ashtu. Kështu që e kam vendos. Para dite, të më thënë sa e kam unë orarin 8-4, 8-12 jam politik. 12 sa mos ngërko njeri hallet e popullit, se do jem me biznes, okej? E gjithë që keni nevojë me ble, sa mos ble njeri para dite. Mas dite gjithë. Po deri në 4 të ke marru të 2 ere, s'do bëj vetën time unë. Hajde shi, hajde, e mbyllim. Me paret e popullit, kuptohet. Normal që me paret e popullit, por që ta dish. Shiko këtu tani. Biznesmenët, më përpara zgjedhin partinë se sa gruan. A pse duhet partia për... Patjetër, Devi, për çdo rast. Por mbledhëria më e mirë është kur puthiten bashkë mërdel. Edhe biznesi, edhe politika. Bravo. Bravo. Por ka ndodhur një fenomen tani këtë periudhë. E di si ke biznesmenët tani? Si pasojë e politikës nga zgjedhjet, i ke cop fare. Prandaj më ka mbyll telefonin ai mua, nuk ma hapë? Jo, vetëm ai e kanë mbyll gjithë. Po çka keni bërë kështu më xhan, çka keni bërë më? I keni detyruar biznesmenët shqiptar me këto zgjedhje që bët ta marrin bukën me listë. Me listë e marrin. Me listë është. Dhe një gjë kam vënë re unë, Doro. E ka vënë re edhe populli, e thot lart e poshtë, po e them edhe unë. I ke parti që o buri, o gruaja e këtyre deputetëve ose politikanëve e kanë një biznes. Këto janë gjitha rastësi. Po rastësi, më Doro, rastësi. I ke vënë reti që kunatin e kanë për shembull me shumë lek. Po, për rastësi. Kurse kjo nuk është rastësi. Për çaj ke? Jo, është e vërtet. Është eksperiencë, është histori dhe cilësi mbi të gjitha. Çfarë është mulla? Bira Korça. Bira Korça. Kur dëgjoni lart e poshtë që thon o korçare, o hiç fare, për birrën e kanë. Për birrën e kanë. Lum ne dhe lum bota që e ka. Korçare, ti je nuri bukurisë shqiptare. Nuk thonë kot korçare, o hiç fare. Sa shumë kënduam për ju me gitare. Denoncuni në numrin tonë në WhatsApp 068 900 90 50 dhe ne ju përgjigjemi tak fat. Ne dërgoni foto dhe video denoncuese. Ne ju japim hapësirën e duhur. Tani ulu, konsumoni, hani në një gjë të vogël, dëgjoni Xhaxhi Devit. Një histori e pazakont ka mbritur këtu në takfak. Si the, një histori e pazakont dhe mos më thuaj që më në fund gjetet një politikan të ndershëm. Mos më thuaj. Unë nuk po flas për mrekullira. Mirë, okej, në rregull. Jo, bëra merak, prandaj thash. Një grua vjen në takfak edhe thot që burri që kam pas nuk bonte fëmijë. Po mirë më, s'ka si gjithë, ka burra që nuk bëjnë fëmijë, ka burra që nuk çojnë 2 lekë në shtëpi, ka burra që nuk bëjnë punë, ka dhe burra që nuk bëjnë 2 lekë. Mirë, kam me ty, ose kam me ty. Tash ti kështu i qelloi burri kësaj. S'bos po. Vetëm se kur ishte me këtë burrin që s'bonte fëmijë, u po me fëmijë kjo. Devi, nuk bo ai fëmijë, po nuk do thotë që s'bën tjerët fëmijë. Bravo. Pra, X-i që kisha për burr, nuk bonte. Nuk bonte, po. Y-i që gjeta, bonte. Shumë mirë. Po do ti që ky fëmijë që lindi dhe sot është bërë mashallah 6 vjeç. Me jetë inshallah. Ky që s'bonte fëmijë thotë është fëmia im. Si, më fali një sekond tani. Ky që nuk bënte fëmijë. Po. Këm gull që ky fëmia është fëmia atit. Ore është timi thot. Ora, jenë Tereziti apo jo, se me ty e kam tani. Ora, jenë Terezi, o zotri, ti thush faleminderit 100 herë në ditë, sepse shokët tanë, po rrisin fëmijët e botës. Zot na roj. Po tregojnë të sinqert për burrin. Ai po thot nuk është i jote. Dhe tani, zonja do që atësia mos ti ri këtij X-it se ky X-i s'ka bo gjë. Po jo, ai ngul këmbë dhe gjëja ka ngecur tani në gjykat. Atje ku ngecin gjithë. Këtë punë do e ketë bërë Angela. Jam i bindur. Angela ajo merret me këto.
Takfa ka udhëtuar në një prej fshatrave të qytetit të Peqinit. Sot do të sjellëm në vëmendjen tuaj një çështje shumë të ndjeshme. Një nën kërkon të kundërshtoj aftësinë e fëmijës së saj, pasi pretendon se babai i fëmijës nuk është bashkëshorti. Betejë gjyqësore ka filluar që para 2 vitesh për kundërshtinë e aftësisë. Por edhe pse kanë kaluar këto 2 vite, akoma nuk ka marrë vendimin e zbardhur. Një dokument që pengon në marrjen e divorcit është edhe marrja e vendimit të gjyqit për kundërshtimin e aftësisë. Si fillim, çfarë ka ndodhur? Unë kam qenë martuar dhe kisha probleme, konflikte, çdo gjë me atë. Për sa kohë zgjati martesa juaj? Rritë në Greqi. 2-3 muaj më shumë jetoja këtu ke prindrit. Me 2019 unë jam shkëput nga ai person. Dhe ai nuk më përgjigjte asgjë, as kur u smuja, çdo gjë. Edhe më akuzonte se ai nuk boja fëmijë. Ai probleme kishte vetë, se analizat dolën 50%. Pra, konflikti juaj lindi pasi juve akuzoheshit se nuk mund bënit fëmijë. Për shkak të kësaj situate, ti je lidhur me një tjetër person gjatë kohës që ke qenë e martuar. Këtë po më thua. Kishin probleme edhe nga familja atita, nuk më doshin. Më akuzon ju s'bën llafe më të rënda, llafe më të pista, edhe më akuzonte gjithmonë mua. Edhe unë lidha me një person tjetër. Edhe vazhduam lidhjen. Unë ngela shtatzane, pavarësisht ai më gënjeu, jetojmë filon vend. Pra ai ishte i martuar. Po. Ju më parë dini gjë për këtë? E dia, pa tha kam probleme, tha. Do ndam nga familja. Tha nxirre fëmijën, unë nuk e pranova gjë tillë. E majta, se unë në radh parë ka shqyr jam e lumtur që kaq vite po tentoja për fëmijë. Momentin që e kam marrë vesh që isha shtatzane, 1 muajshi, kam marrë të ke prindër për gjithmonë. Ndërkohë bashkëshorti, çfarë tha në momentin kur ju i treguat se ishit shtatzane? Ai se pranonte, është i imi thonte. Pa ta thonë gjithë në telefon kur isha këtu, se u grinçim gjithmonë telefon, fëmia është i imi, është i imi. Edhe momentin që kam bëu dënën, ai nuk e pranonte, hidhen për Facebook ato fëmia im është dia, fëmia im për çdo gjë. Pra ju prej fillimit I keni treguar të vërtetën që ai fëmijë nuk është I tij, por është I dikujt tjetër. Unë thoya nuk të ngjan dhe fshati pa thonë që fëmia nuk është jo, nuk të ngjan fëmia, se fëmia nuk ngjan me atë. Ai nuk e pranonte asnjëherë. Ja pa ta thonë që fëmia nuk të ti shife me sy, nuk të ngjan. Ti më the se bëra ADN? Po, e kam bërë në vjet në maj. U dutorova, vojta punova, vetë, edhe hapa gjyq para 2 vjetëve, se I thoja gjithmonë ditë, hape ti, se nuk kisha mundësi me hap gjyqe, nuk kisha një fëmijë të vogël I toja ke prindrit. Hape ti gjyqet. Fëmia tani po bën gati 6 vjeç. Pra fëmia sot është 6 vjeç dhe I regjistruar me aftësi në emër të kujt është, në emër të bashkëshortit? Po, ish burrit. Thua ish burrit, ju jeni divorcuar me dokumenta apo thjesht ke ikur? Unë kam ikur me dokumenta akoma, kam hapur dhe gjyqe vjet për divorcin, asgjë nuk është bë. Se thojnë nuk mund të marrojmë punë me divorcin pa më dhënë tena kujt I përket fëmia. Ndërkohë, në gjendjen civile, fëmia juaj si është regjistruar? Me çfarë mbiemër? Me mbiemrin e isht burrit. Babai tjetër ndërkohë e mori vesh që ju e lindët fëmijën? Normal. Kur e ka pa fëmin tim ai, gati kur ka qenë fëmia 2 vjeç, kur e ka pa atëherë erë kërkoi. Kujtonte gjashtë unë e kam nxjerr. I thash I kërkova për atësinë, ai nuk e pranoi. Kurse gjyqin kur e kam hapur nuk kam kërkuar atësi. Kërkoj vetëm fëmia të kalojnë me emrin tim edhe të kenë fëmin tim. Ti I e drejtuar gjykatës për kundërshtim atësie, apo jo? Po. Ka mbaruar gjyqi? Gjyqet kanë mbaruar 18 shkurt, po nuk më kanë nxjerr vendimin. Ka 3 muaj dhe vendimi është I pasbardh. Po, I bërda dhe letër me shkrim gjyqtarës. I lutem se jam në hall se fëmin unë e kam hiperaktiv. Pa punë jam. Ajo më dhim se fëmia se mami thot do të shkojnë në shkollë nuk e pranojnë. Çfarë të ardhurash në bankë të fëmijë? Vetëm me 100.000 lekë që pension që marr nga babai. Do me thëmë babai ty të jep detyrimet që I takojnë? Jo, babai im. E ke nga babai? Babai im, që merr babi se nuk përgjigjet ai fare. Jati fëmis nuk përgjigjet. Edhe pse ka atësin? Jo, ai person nuk përgjigjet. Ai s'u ka përgjigj fare. Që se kam ikur, s'u ka përgjigj. Pavarësisht se thonte unë fëmia është I imi. Mirë, çfarë do të bësh ti pas kësaj?
Unë dua vetëm të marr fëmijën tim, të kaloj mbi emrin tim dhe të vazhdoj jetën time të marr fëmijën të Tiki, të shikoj jetën time. E të rregulloj fëmijën tim. Unë më dhimbse taj fëmijë. Ai s'ka fëmijë, mami duhet të shkojnë në shkolla. Tiki nuk duhet të jetoj këtu, se këtu nuk kam asnjë lloj të ardhme. As shteti s'do ta di se ku ha, ku pi, ku rjeton ky fëmijë. Më dhimbse të fëmia. Mami thot, merret vetëm me los me kafsh, me breshka, me zhapka. Du fëmijë, thot mami, du kalamaj. Ku kërkon të shkosh? E vetme. Kërkoj Tiki jashtë, diku jashtë, atje gjembesh ti, atje o përgjigje fëmijës, kurse këto nuk përgjigjet askush fëmijës tem. As si lloj ndihme nga shteti, ajo gjyqtarja nuk intereson. Ku ha ky fëmijë? Ne kam thonë që fëmia është me probleme. Ti aktualisht po merresh edhe me divorcin? Po. Ku, në cilën gjykat? Të Fierit. Ndërkohë, nuk ka përfunduar për shkak se të duhet edhe ky dokumenti? Po, çdo muaj që janë bëm, kanë thonë me ka sjell dokumentin e djalit jo. Edhe është anulluar gjyqi. Për sa kohë ka që po zvaritet gjyqi i divorcit për shkak të këtij dokumenti? Në Ndor. Në vitit të kaluar. Po, në Ndor, në janar, në mars, prill, edhe të hënën e kam prap një gjyq për divorcin. Edhe asgjë. Si mendon se do të ndikojë tek fëmia juaj kjo gjë? Për mua asgjë lloj problemi, fëmia më ka mu. Asgjë, ai me mua shretën dhe me prindrit e mi. Ato njeh, nuk njeh asnjë. Nuk njeh as babain e tij biologjik, as babain që pretendon se... Jo, asnjë nuk njeh, vetëm familjen time. Momenti që përfundoi gjyqi, unë isha jashtë. Jashtë Shqipëri pa ta marr djalin, se vendosa me ik jashtë përfundimisht edhe mos kthehem më kurrë, se gjyqi nuk po mbarojnë, nuk po më japin asnjë lloj zgjidhje. Në momenti që përfundoi gjyqi me 18 shkurt, më tha, hajde tha se ka përfunduar, tha. Gjyqi për 15 ditë kalon, tha. Edhe unë erdha, tha, se me datë 10 të mars u kisha gjyqin e divorcit. Do paraqishe vetëm këtë erdha dhe puna jote, tha, përfundoi, tha. Nuk ke më punë fare. Edhe unë jam përgjigj, ka erdha, vojta në gjyq me 10 mars, dhe edhe në prill, edhe asgjë nuk është bë. Nuk kam ç'me bë, thot. Nuk e kam dorë shkoan kohë ku dush, unë s'kam ç'me bë, thot. Avokatësie, unë jam Angela, jam gazetare. Okej. Duhet interesohem për rast që ka kërkuar kundërshtimin e atësisë për babain e fëmijës së saj. Çfarë ka ndodhur? A ka mbaruar gjyqi apo vazhdon akoma dhe s'ka dalë vendim? Procesi gjyqësor ka përfunduar, edhe thjesht jemi në pritje tani të zbardhjes të vendimit arsyetuar. Po sa kohë ka kaluar dhe nuk është zbardhur ky vendim? Po duhet të ketë diku tek 2 muaj më zgaboj diçka e tillë. Edhe i kemi dërguar një shkresë, domethënë lidhur me gjendjen e vështirë ekonomike që ka, por që në mbetje të kësaj kërkese domethënë nuk kemi marrë një përgjigje. Ore ti, zotri, kam dy llafe me ty. Foli. Që ngul këmbë si mushka, është timi. O vlla, ti duhet ulesh në gjunjë, edhe ti puthësh këmbët kësaj zonjës që po të tregon të vërtetën, që po të thot që nuk e kam me ty. Po mërë po, ti puthësh këmbët mirë tha Devi, se do përfundon si ai shoku im, ai është kretis ditë e gjë. Hiku çuni në shtëpi, thot mamit, mami, sa e bukur varë si ai tha. Ta ka bler babi, mi mami tha, ti ishte për babin tati tha, as ti nuk dhe ishte sot në këtë jetë. Ndërko babi s'di gjë, vazhdo babi. Po prit, po. E gjitha ka ngecur atje. Ku ka ngec më, ku? Atje ku ka ngec edhe populli, edhe politika. Po ku ka ngec më se qohem unë, hiki e kap, ku? Ke dera e gjykatës, vlla. A ty s'merrem? Për një zbardhje e gjithë kjo histori është bërë kjo zhurmë kaq e madhe. Për zbardhje. Angela, po t'u qep. E sa i përket vendimit të datës 18 shkurt të vitit 2025, i cili ka si objekt gjykimi kundërshtimin e atësisë, por kanë kaluar 3 muaj dhe nuk është zbardhur, ne sot jemi drejtuar gjykatës së shkallës së parë me jurisdiksion të përgjithshëm Fier. Ka njëri këtu? Teja.
Zëdhënëse në institucioni doja pak. Atëherë Angela nga News 24. Po. Unë jam Angela. Tani unë kam ardhur për një vendim që është i pasbardhur. Bëhet fjalë për një vendim kundërshtim atësie. Vendimi ka dalë që në 18 shkurt të këtij viti, por akoma nuk është zbardhur. Gjyqtarja është Gladiola Bregu. Jepi pak të dhënat e sakta. Kundërshtim atësie objekti. Pala e paditur. Emri palës së paditur. Në shkurt. Që në shkurt ka. Sapo një punonjës e këtij institucioni doli dhe mori të dhënat, pse po bëhen gati 3 muaj dhe ky vendim nuk është zbardhur nga gjyqtarja Gladiola Bregu. Ne nuk do të largohemi nga këtu pa mësuar se ku është ngërçi i zbardhjes së këtij vendimi dhe nuk do të largohemi pa marrë vendimin. Da të komunikoja dhe vendimi do i komunikohet avokatit Jurica. Pse do t'i kur kam zonjën këtu? Adresën e ka zonja, do i komunikohet dhe zonjës dhe... Po, arsye pse është vënuar kaq shumë? E sa muaj duhet të presit arsyetohet ky? Po çfarë do me thënë të vuajnë pasojat këto? Pse nuk është zbardhur e sa duhet të zbardhet ky vendim? Për çfarë? Për çfarë e pengon? Kush e pengon? Ngarkesa në punë. Ngarkesa, po ka 3 muaj kjo gjëja. Po edhe sa të shtyhet? Ne jemi tak fak. Po ju kush jeni? I thuaj gjyqtares që nuk kam përtikur dori këtu, të marrë vesh arsyen dhe t'i jepet jo avokatit. Zonja është këtu, s'ka pse t'i jepet avokatit. Për çfarë është kjo përgjigje? Për të më thënë mua hik? Më çoj baba me lagojën? Stella, mi thuaj asaj gjyqtares, do ta pres, shkoj, thuaj, gazetarja nuk ikën. Do t'ja transmetoj. Nuk tiki unë, dherë të mbyllet gjykata. Me avokatin kam folur, avokati tha kam bërë disa shkresa, nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Kjo zonjë po pengohet që të marrë dhe divorcin për shkak të mungesës së këtij vendimi, që e ka detyrim ligjor gjyqtarja, sekretaria, kushdo që është, ta zbardh brenda afatit ligjor. Ne nuk e dim se sa do presim, por jemi të vendosur që të presim derisa të mbyllet ky institucion. Nuk do të ikim pa marrë një përgjigje. Ne do të presim korridori u zbraz. Nuk ka as një lëvizje, sapo morëm vesh që kemi ardhur ne. Të hënën do merr një vendimin me shkrim bashkë me arsye, pse... Të hënën do ta marrëm vendimin me shkrim, po jo, pse sot jo? Bashkë me arsye, është në sallë të gjyqit. Është në sallë të gjyqit. Vendimi do arsyetuar, e sigur që ne do vim ta marrëm të hënën. Të pajtën kështu më tha. Nuk gënjen. Absolutisht jo. Nuk gënjen gjyqtarja se ju s'keni se si. Absolutisht jo. Atëherë ne nuk na ngelet gjë tjetër, vetëm të presim. Për të hënën, shpresojmë që të mos na gënjej. Shpresojmë mos të takojmë me. Faleminderit. Jo do ta bëni se ne të ndovim. Sikur se e dëgjuat, na u tha nga punonjësja e gjykatës së Fierit që vendimin do ta marrim ditën e hënë. Asnjë lloj përgjigje nuk më ka marrë deri më sot, kam pritur, po shpresoj ditën e hënë mos gënjej siç kanë gënjur gjithmonë. Ashtu sikur se na thanë që duhet vim ditën e hënë për të marrë vendimin e datës 18 shkurt të vitit 2025 të zbardhur pranë gjykatës së shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm në Fier, ne erdhëm sot këtu të shohim nëse vendimi sot është gati për ta marrë apo jo. Të lutem, vendimin e datës 18 shkurt të vitit 2025 me objekt gjykimi kundërshtim atësie. Kur do na i vini në dispozicion? Tani, t'ju presim këtu. Faleminderit. Hajde në shkruaj pa këtu. Datin që po e merr sot, emër mbi emër firmë. Pas 3 muajve sorollatje dhe kërkesa nga anë qytetares, më në fund morëm vendimin e datës 18 shkurt të vitit 2025. Urojmë dhe shpresojmë që tashmë ky vendim ti shërbej zonjës edhe për të marrë divorcin, për të mos e sorollatur më tutje. Falenderoj shumë emisionin Tak Fak, se kam qenë shumë e stresuar, 3 muaj ditë. Kur të rodhe vendimi? Faleminderit shumë. Urojmë dhe shpresojmë që tani të marrë shumë shpejt edhe vendimin e divorcit. Amin, inshallah, shu qoftë.
zonjën e shkret na plasët edhe neve. U zgjidh, po doj çik punë. Po tori, po ç'a punë do zbardhi është o buri dhe I zgjasin vet. Si zgjasin Nuk vet? I zbardhin vet. Nuk duan divorce më. Duan që të pajtohen. Duan që të pajtohen, që të shkojnë mirë e kështu. Pastaj, mori Angela i çikël qerë, bap, tak faku zgjidhja. Ran rahat devo. Ran rehat. Se prap mos harrohet mbrëmjen kur ishim me ato shokotan. Si thaj, po hiki tha. Mes të pijes po hiki tha se më lind gruaja. Ashtu? Po prito vllai tha ku po shko. Prito vllai sa ulëm pimi tek. Jo tha do hiki un tha se s'bën tha. Mirë që nuk isha tha kur unë gjis, po të paktën tim tani që do dali fëmia. Hajde shëndet e të mira dhe vetëm mbarësi tani e tutje. Edhe ti, zotri i nderuar, flas për X-in që nuk bënte fëmijë, mbledhe veten, bo burrajde boll hiku mbaroj ky muhabet tani. Iku, edhe na jepi çikuj se plasa. Po direkt, Doro, direkt. Dhe ujnë më të mirë në Shqipëri është shqiptar. Urdhëro Doro, ja ku e ke, mere, fab, më i leti në treg. Pi më pi. Denonconi në numrin tonë në WhatsApp 068 900 90 50 dhe ne ju përgjigjemi tak fat. Në dërgoni foto dhe video denoncuese. Ne ju japim hapësirën e duhur. Numri i telefonit 068 990 50. Shikoni pak! Rofsh, falenderit, edhe ke xhiruar shumë bukur. Çfarë video na ka mbritur? Zotnia, ka bler qershi. Qershi, po. E di që blien shumë shtrenjtë qershit. Mashallah. Po momentin shtrenjtë. Njësoj sa kokaina kanë shkuar. Dhe thot, ore mirë pesticide që i hedhin qershive. Po kanë filluar i hedhin edhe Viagra. Shikon që ka ka qershis. E shikon? Marshallah e ka. Marshallah e ka. Bravo qershia. Jo, më mirë, është mirë, po më duket se e kanë tepru me Viagra dhe kanë hedhur pak pesticide, se shikon si ka shkuar mohabeti. Po prandaj edhe që ka rrit çmimi qershisë. Po normale. Kështu që çuna ose burra, qofse keni probleme për hani qershia. Tani shikoj pak të menu në një restorant këtu në Shqipni. Pilaf. Me pak long, gjys luge, sa? 70 lek. Mirë. Pilaf, me shumë long, 80 lek. Normale se keme shumë long. Unë jam çuni zjudev, unë sa iki në për këto vënde, unë marr long, me i luk pilaf. Bra! 500 lek. Tani shikoj pak pamje që na vin nga një pallat që është në ndërtim. Punonin punëtorët, por punon edhe ky që i bie klarinetës. Ta dëgjojmë pak? Punë ka lezet kështu vëlla, ka lezet. Ja, shumë a gjej punë mu. Posta mbarova pallatin për një javë, mvedhe i çik muzikmantin një shtullës edhe e ke të kryme. Por në rregull nuk kemi tamam. Pse? Pa një qik qyfyre. Duan një qik qyfyre. Pa një qik galat, pa një qik qef që na vjen nga gjitha televizionet e Shqipërisë. Shikojni.
Ore si e mirë? Mirë, ti mirë? Mirë, ke hec? Në jetë kam gec, kurse këshu zakonisht edhe ec. Po varet se si hec, se nuk duhet të hecësh parç, duhet të hecësh mbrapsht. Mbrapsht? Ja, një gjoje. Ata që bëjnë vrap, unë do t'jepja një këshill. Mundohuni që gjatë kohës që vraponi të gjeni një cop toke, apo veni ku vrapon që të ecësh mbrapsht 3 minuta. Si me hez 3 minuta mbrapsht të bën mirë për trunin? Po, të bën mirë për trurin. Po me bëj gjona tjera 3 minuta mbrapsht? Të bëjnë mirë për vithet. Po. Prandaj më mirë hec. Dakor. Një ndër gjërat më të shëndetshme të trurit të njeriut është ecja mbrapsht. O Jonida, po hiqe tani. Qa të heqe, ore? Po hiqe, po them. Qa të heqe, o kopuk se kemi dhe shoqe? Jo, hiqe telefonin, them. Jo, hiqe... Po e nxjerr në Instagram, po e nxjerr në Facebook, to ja po Ishte një sfidë e hapur. Më fal, të lutem, është e këshillë kërkënisë, ishte pas celularin. Vazhdo më lër të bëj punën time. O ti, Karamuço, ajo është puna Jonidës, shikoj telefonin. Kurse puna jote është flasësh. Duhet flasi kë? Po patjetër. Po nga që ja ka thënë edhe Rama kësa i hiqe telefonin apo nese. Të lutem, është e këshillë kërkënisë, ishte pas celularin. Vazhdo më lër të bëj punën time. Po pse Jonida kështu vazhdon gjatë gjithë emisionit me telefon dore? Po patjetër, kur i bie bateria, e shikon të ftuarin sy. Po mirë jemi, mirë. Ka njerëz Karamuço për ta çuar deri në fund që edhe mund të dëgjojnë dhe mund të lexojnë në të njëjtën kohë. E di cila është formula që ti jesh i lumtur? E di që të shkema atë punë, të kesh parë në bank, edhe parë në shtëpi. Jo, ja fut e kot. Dëgjoje se e thot vet populli me zërin e vet. Po më mirë zbahet për zotin. Na e trego pak formulën që t'jemi edhe ne në këtë gjendje që je ti. Është e thjeshtë më burr, mos voto Partinë Socialiste, kam thënë, voto PD-n. Akoma me thënë, zije ma zi do heqësh. Duhet votosh Partinë Demokratike, jo socialiste që t'jesh i lumtur. Një sekondë, unë jam demokrat i vjetër, kam një jetë që e votoj Partinë Demokratike dhe jam me tension. Edhe vetë Berisha nuk është i lumtur, ka dhimbje koke. Është e thjeshtë më burr, mos voto Partinë Socialiste, kam thënë, voto PD-n. E di çfarë ka bërë Albin Kurti në fillimet e veta të politikës? Albin Kurti, do këtë bërë në një tatuazh? Jo. Për të bërë fushat nuk ishte pare dhe shiti shtëpinë. Çfarë mbaj mend në zgjedhjet e para në Kosovë që kam qenë aty kur ai nuk kishte buxhet, që sot ne flasim për buxhete të dyshimta, ai shiti shtëpinë e tij dhe gjithë e dinin që e kishte në qendër të Prishtinës për të përballuar fushatën e tij elektorale. Kush e bën nga këtë? Më thuaj kush e bën nga këta këtu atë që ka bërë Albini, të shesi shtëpinë që të paguaj fushatën. Jo, këto kene e kanë ndryshe. Me shtëpinë e kanë, po e kanë një çik ndryshe. Ta nuk shesin shtëpinë, ta blejnë shtëpi. Po ti gëzoni. Ai shiti shtëpinë e tij dhe gjithë e dinin që e kishte në qendër të Prishtinës për të përballuar fushatën e tij elektorale. Dhe me që jemi të shtëpit, dëgjoj këtu, janë shitur 90 milion euro apartamente këtu në Shqipëri, pa u ndërtuar akoma. Si kështu kot në ajër? Në ajër o vlla. Që nga nëndori i vitit kaluar dhe deri tani janë shitur ajër, është shitur vetëm ajër 90 milion euro. Ajër thuaj që e kanë blerë pronën pa e patur certifikatën, nuk është bërë akoma pallati. Tani një gjë nuk kuptoj unë. To blen shtëpi me fut kokën apo blen shtëpi se s'kan ku me çu paret? I blen shtëpi se e ke parasysh kur ke shumë pare edhe në ajër duhet i hedhësh diku se të marrin ajër. Janë shitur ajër, është shitur vetëm ajër 90 milion euro. Edhe mos harroni hallin ose çojën spak ose dhe keneta zgjidhim tak. Bravo, Dori, tani këtu me mua shejtan. Ishe në hotel me 5 yje djelale. Jo më dha qa hoteli më. Po si ka mundsi pa kalamajt, pa grum, pa andej këtej, ku ishe o vlla? Më fali sekond. Nuk e ke parë ti sallonin e ri që ka hap Altin Mici? Ka hap Altin Mici sallon të ri, lale? Jo, ke të drejtë, tamam si hotel me 5 yje ishte dhe diçka. Ikën pa rroba edhe del me kostum.
Qa thure? Po. Se unë di vënde plot që shkon me roba dhe del pa roba. Jo, po prendet kam thënë që Altin Mici ka tjetër standard. Aje mbare mirë, Mico, mbare mirë edhe ju shqiptar dhe natën e mirë. Natën e mirë, shifemi. Hoba, ezi!